Përshëndetje, sot po përgatisim një recetë tepër të lehtë shpejt, tiramisu, recetë që do ju shijoj dhe përgatitet shumë lehtë edhe shumë shpejt. Pak më ndryshe se recetat e tjera. Fillojmë. Mos pari për me përgatit recetën, na nevojiten mascarpone krem dhe për këtë recetë po përdorim këto dy pako me nga 250 gram, do me thonë 500 gram mascarpone. Pasi që e kemi hidhur mascarponen, tash vazhdojmë edhe shtojmë sheqer. Gjithsej për këtë recetë po përdorim 5 lugë të gjillës sheqer. Të gjithë përbërësit vazhdojmë edhe i përzim me mirëkser derisa të formohet një masë homogjene. E pastaj vazhdojmë shtojmë edhe krimin për ëmbëlsira. Pasi që i kemi rrohur mirë, vazhdojmë shtojmë krimin për ëmbëlsira, krem pana ose hopla, ose krem tjetër që është për ëmbëlsira. Edhe 500 ml pra do të shtojmë. Vazhdojmë edhe krejt përbërësit i përzim mirë, derisa të trashet masa edhe të formohet një masë homogjene. Pra të gjithë përbërësit duhet të përzihen mirë, si këto. Pasi që kremi është gati, në një enë tjetër, po shtojna 2 Nescafe, pra Nescafe 3 në 1, klasik. Unë po përdori këtë lloj, mundeni me përdor lloj tjetër të Nescafes, ose me përgatit vetë, po kështu të gatshme e keni më lehtë. Shtojmë pak ujë të nxehtë, dikon 150 ml. Tash i përzim krejt këto. Edhe vazhdojmë me përgatit tiramisun. Veç pak po e la me uftof, pra veç pak e leni, e pastaj vazhdojmë edhe marrim biskotat. Këto janë biskotat që po përdorim për të përgatitur tiramisun, receta më lehtë e mundshme që mundet me përgatit çdo kush. Vazhdojmë tash biskotat, të gjitha do t'i shtim pra tek Nescafja, pra i bëni me Nescafe. Tiramisuja do ta ketë një shije pak më ndryshe, shkon shija pak si e Nescafes, por që ju them se ja vlen të provohet një shije pak më ndryshe. Pasi t'i kemi vendosur të gjitha biskotat në tepsi, edhe vazhdojmë edhe shtojmë krimin, pra si që është edhe receta. E shtojmë krimin e përgatitur, gjysmën e kremit do ta shtojmë për shtresën e parë, gjysmën tjetër do ta lojmë për shtresën B. Edhe për shtresën e dytë të biskotave po përgatisim edhe 2 Nescafe të tjera në të njëjtën mënyrë, duke i shtuar pak ujë, duke e përzi edhe pastaj vazhdojmë edhe i rendisim sërish edhe shtresën tjetër me biskota. Kemi shtruar shtresën e parë, do me thonë krejt në total unë kam përdor 4 pako me Nescafe, pra 3 në 1 që janë. Edhe kështu pra të gjitha biskotat i vendosim tek kafja edhe pastaj i rendisim afër njëra tjetrës. Pastaj shtrojmë edhe shtresën e dytë të kremit. Dhe receta për pak minuta do të jetë gati, pra është recetë e shpejtë e përgatitjes, sidomos kur keni mysafir, një nga recetat më të lehta që përgatitet shpejt, por mundeni me përgatit për çdo festë. Nëse do ta provoni ju boft mirë, tash krejt në fund shtojmë edhe kakao mbi, sepse kështu e don receta. Tash e hedhim kakao mbi derisa të formohet një shtresë, pra me kakao mirë pra, edhe e leni ëmbëlsirën që të ftohet për një orë, pastaj mundeni me e provu. Nëse do t'ju pëlqej receta ose jo, na shkruani në koment nëse do ta provoni. Kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për sot, shpresoj që do ju pëlqej edhe kjo recetë. Mundeni me provu, pra është tepër e lehtë edhe e thjeshtë. Tash pasi e kam lënë kështu për 1 orë ose 2, edhe provojmë recetën, shijen normal, pak më ndryshe. Është tepër pra e mirë thash, edhe ka për krejt.
Nëse do ta provoni ju bof mirë, unë besoj që do t'jetë e shkëlqyer. Është shumë e shqeshme. Ja vlen me provu këtë recetë. Mirëmbëjtje.